Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama deklaron se çështja Balluku nuk është një betejë politike, por institucionale. Pezullimi nga detyra një nënshtrim brutal i ekzekutivit. Ministri i Financave Petrit Malaj sqaron se paqja fiskale është bazuar në një model italian. Vitin që vjen do të ketë rritje të pagave dhe të pensioneve. Numri i policëve që bashkëpunojnë me krimin është shqetësues. Ekspertët shpjegojnë se ata përdoren për të marrë informacione sekrete ose si truproja. Vjem të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Në podcastin e të dielës, kryeministri Edi Rama deklaroi se pezullimi i numrit 2 të qeverisë është një nënshtrim brutal i ekzekutivit. Rama nënvizoi se kjo nuk është një betejë politike, por institucionale për të mbrojtur kufijt mes pushteteve. Sipas tij, akti i gjykatës ka sjellë pasoja të rënda në funksionimin e institucioneve. Kryeministri Edi Rama edhe njëherë cilësoi ndërhyrjen në pushtetin ekzekutiv, vendimin e gjykatës posaçme për të pezulluar numrin 2 të qeverisë Belinda Balluku. Rama shfrytëzoi podcastin e përjavshëm për të vënë në dukje se ankimimi i tij në gjykatën kushtetuese nuk është një betejë politike, por është një betejë institucionale, një betejë themelore për mbrojtjen e kufive mes pushteteve dhe për mos lejimin e marrjes kompetencave ekskluzive të kryeministrit, qeverisë, të parlamentit, nga një prokuror dhe një gjykatës. Një precedent kërcënues për demokracinë në kuptimin më të drejtpërdrejtë fjalës dhe krejt i panjohur në Europë dhe në krejt botën demokratike. Ky veprim që de jure quhet pezullim, por de facto është nënshtrim brutal i ekzekutivit, sjell për ditë pasoja pas pasojash. Për të mbështetur tezën se vendimi i SPAK-u dhe gjykatës posaçme për pezullimin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës Belinda Balluku sjell pasoja në punën e qeverisë, Rama solli shembullin e Keshit dhe autoritetit rrugor shqiptar, drejtuesit e të cilëve ndodhen arrest shtëpie me vendim po të gjykatës posaçme. Pasoja është se lihen pa kokë edhe 2 institucione të tjera kyçe për vendin, të cilat mbulojnë infrastrukturën kombëtare të rrugëve dhe infrastrukturën kombëtare të energjisë. Mirëpo, pse kjo pasojë tani është e lidhur drejt për drejt me pezullimin? Dhe pse kjo pasojë tani bëhet e pariparueshme? Për sa kohë, pezullimi jo vetëm antidemokratik, po dhe alogjik i një antarit kabinetit e bën pamundur zëvendësimin e tyre. Pasi ligji nuk ja jep askujt tjetër përveç autoritetit ekskluziv të ministrit edhe të drejtën e këtyre emërtesave. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku është marrë pandehur nga SPAK me akuzën e shkeljes së barazisë në tendera dhe ndaj saj është vendosur si mas sigurie pezullimi nga detyra. Vetë kryeministri Edi Rama i është drejtuar gjykatës kushtetuese duke kërkuar shfuqizimin e kësaj mase, çështje të cilën kushtetuesja do ta shqyrtojë në datën 12 dhjetor. Në një intervistë për emisionin e Zonë në Vision Plus, Ministri i Financave Petrit Malaj u përgjigj zërave kritik për paqen fiskale. Sipas tij, qeveria është bazuar në një model italian që përjashton subjektet në nënhetim apo të dënuara nga gjykata. Malaj foli edhe për mënyrën se si do të bëhet rritja e pagave dhe pensioneve. Ministri i Financave Petrit Malaj e konsideron buxhetin e vitit 2026 si një ndër draftet më të mira, pasi çdo sektor që ka ndikim në jetën ekonomike të vendit ka rritje fondesh. Gjatë një interviste për emisionin Ekozon në Vision Plus, Malaj tha se buxheti mbështetet në 4 shtylla kryesore. Shtyllat të cilat lidhen me mirëqenien dhe mbrojtjen sociale, shtylla e dytë ka të bëjë me rritjen e qëndrueshme ekonomike të vendit, shtylla e tretë ka të bëjë me konsolidimin fiskal dhe shtylla e katërt padyshim ka të bëjë me përshpejtimin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ajo që është për të vlerësuar është që ky është një nga buxhetet më të mira, sepse ndërkohë që ne kemi një rritje të shpenzimeve buxhetore, nga ana tjetër kjo rritje nuk vjen si rezultat i rritjes së taksave. Por projekt ligji më i rëndësishëm parashikon që të ketë rritje pagash dhe pensionesh në vitin e ardhshëm, ndërsa politika e bonuseve për pensionistët po mbaron.
Dhe gjithë kjo politik paga po ndërmerr qeveria shqiptare për vitin 2026 ka një kosto me rreth 100 milion euro për buxhetin e shtetit. A mund të themi një minimum, një maksimum të rritjes së pagës për këto kategori që ju përmendët për vitin e ardhshëm? Pra minimumi është 2.5%, maksimumi për, po themi, punojësit e shërbimeve mbështetëse shkon rreth 25% rritja e pagës. Ministri i Financave ka edhe një përgjigje për akuzat e opozitës lidhur me projektin e shumë debatuar atë të paqes fiskale. Në frymën edhe të transparencës, ky projekt ligj është konsultuar edhe me organizma ndërkombëtar, siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar, Po Bashkimi Evropian, zoti. Ndërkohë që edhe me Bashkimin Evropian jemi konsultuar me për projekt ligjin në fjalë. Intervistën e plot të Ministrit të Financave Petrit Malaj dhënë për gazetaren Raimonda Lajthia mund ta ndiqni sonte në mbrëmje në emisionin Ekozon. Biznesi i vogël dhe i mesëm është i shqetësuar nga plani i qeverisë për të patur një ekonomi pa parakesh në vitin 2030. Shoqatat e biznesit kërkojnë më shumë kohë, duke vënë në dukje se detyrimi për të pajisur me sistemin e pagesave POS do të rrisë kostot. Ekspertët mbështesin planin, por janë kundër masave shtrënguese. Qeveria po ndërmerr gjithnjë më shumë hapa për të digjitalizuar mënyrën se si kryhen pagesat në jetën e përditshme. Rasti më i fundit është përfshirë në paketën fiskale për vitin e ardhshëm, ku bizneset detyrohen të pajisin me sistemin e pagesave POS deri në muajin maj, me objektivin që deri në vitin 2030 Shqipëria të ketë një ekonomi pothuajse pa parakesh. Në gjykimin tim, por jo vetëm timin, të gjithë ekspertët thonë që kostot financiare janë shumë herë më të pakta nëse ekonomia kalon drejt një përdorimi sa më të pak të keshit, sepse ka kosto dhe individi në drejtim të përdorimit keshit, pra ka koston e vjedhjes, koston e rrëmbimit, koston e djegjes, koston e humbjes, janë një sër kostos individuale që asnjë prej nesh nuk i përllogarit në jetën e tij të përditshme. Në anën tjetër dhe vetë sistemi financiar ka jashtëmase shumë kosto të tjera për keshin, që kanë të bëjnë me transferimin, magazinimin, sigurinë, një sër komponentesh. Kështu që vetë shoqëria, vetë ekonomia e vendit fiton jashtëmase shumë nga ky proces, pra në qoftë se kalojmë drejt një ekonomie pa kesh. Nga ana tjetër, grupi që mund të preket më shumë nga ky ndryshim janë bizneset e vogla dhe të mesme. Sipas tyre, edukimi i qytetarëve do të kërkojë kohë, duke pasur parasysh se rreth 1/3 e popullsisë janë pensionistë. Ndaj keshi, sipas tyre, duhet të vazhdojë të ketë një rol në ekonomi. Ne kemi parë me shqetësim të madh këtë vendim që ka marrë qeveria për sa i përket modernizimit kaq të shpejtë dhe të hershëm për sa i përket pagesave online. Siç e kemi thënë edhe në herët e tjera, ne si drejtues të shoqatave kemi thënë në herët e tjera që biznesi i vogël dhe i mesëm është i paprigatitur për këtë inovacion kaq të modernizuar dhe kaq të për arsye sepse duhet të jemi çik të realistë, biznesi i vogël dhe i mesëm arsimi i tij është në shkolla e mesme dhe kemi dhe shumë, sepse është i vetë punësuar. Prandaj neve kemi kërkuar që koha të jetë më e gjatë për sa i përket aplikimit të këtij vendimi. Përveç detyrimit për pajisjen me POS, Ministria e Financave në paketën fiskale ka përfshirë dhe monitorimin e bizneseve online që shesin madhra dhe shërbime. Sipas autoriteteve, shumë prej tyre operojnë në informalitet, ndërsa pagesat kryhen kesh dhe pa kupon tatimor, duke mos kontribuar në arkën e shtetit. Produktet ushqimore nga jashtë mbërrin në Shqipëri me çmime më të ulta për shkak të zhvlerësimit e euros, por sërish qytetarët shqiptar nuk shohin ulje të çmimeve. Ekspertët denoncojnë tregtarët duke theksuar se çmimet e ushqimeve në Shqipëri kanë shkuar sa në Bashkimin Evropian. Me zhvlerësimin e euros si faktori kryesor, ushqimet nga jashtë vendit po vazhdojnë të vinë më lirë në Shqipëri. Sipas të dhënave nga Instituti Statistikave për gjatë 3 mujorit të tretë të këtij viti, vlera e produkteve ushqimore të ardhur ishin 1.42% më të lira se sa 3 mujori paraardhës. Por rënja nuk pasqyrohet tek qytetarët pasi norma inflacioni në bazë mujore për periudhën korrikshtator për grupin e ushqimeve ka qenë 1.5%. Dhe unë mund të them se këtu janë, si thuaç, manipulimi ose rritja e normës fitimit që tregtarët bëjnë në kurrizë të konsumatorit shqiptar. Sepse kemi edhe një rritje tjetër, besoj se i keni lexuar të dhënat, që ne afërsisht në çmimin e ushqimeve jemi afruar, jemi pothuajse baraz me çmimet e produkteve ushqimore në Europë.
Kjo është një, si thosh, handicap shumë i madh duke patur parasysh të ardhurat që kanë shqiptarët, që shqiptarët kanë më pak se 30% të ardhurat krahasuar me vendet europiane. Sipas Instat, tashmë sasia ushqimeve që importohen në Shqipëri janë 3 herë më të larta me sasinë që vendi eksporton në treqet e huaja, duke theksuar gjithmonë më shumë varësinë e qytetarëve shqiptar nga ushqimet e huaja. Pothuajse jemi kthyer në 10 vite më përpara që ishim në raport të 3-1. Unë mendoj se problemi kryesor për sa i përket këtij rritjes me 3.4% nga 2024 që e thonte Instati, vjen kryesisht si pasojë e rritjes së kërkesës konsumatore, kryesisht vjen nga turizmi, pra nga turistët që vinë në vendin tonë, dhe mungesës kompensimit apo furnizimit me prodhime made in Albania të kësaj kërkese. Për të ndalur rritjen e çmimeve të prodhimit vendas dhe për të nxitur eksportet shqiptare, qeveria ka përfshirë në paketën fiskale rimbursimin me 10% të faturës që fermerët do të dorëzojnë tek grumbulluesit apo përpunuesit. Forcat e ndërhyrjes së shpejtë janë përfshirë në një aksident në Fier dhe si pasojë kanë mbetur të plagosur 3 efektiv të policisë. Paraditën e kësaj të diele në vendin e quajtur kryqëzimi i Cakranit, një makinë që drejtohej nga Ardonelo Yzeiraj kreu një manovër të gabuar dhe u përplas me automjetin e forcave të ndërhyrjes së shpejtë të Fierit. Si pasojë u dëmtua shoferi i makinës dhe 3 punonjës të policisë, të cilët ndodhen në spital jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave. Nuk janë të ralla rastet kur hetimet kundër bandave zbulojnë zyrtar të policisë që bashkëpunojnë me krimin. Sipas ekspertëve, figurave të krimit u intereson të kenë dikë për të marrë informacion apo për t'u shmangur drejtësisë, ndaj janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për të rekrutuar persona brenda radhëve të policisë. Në vend që të jenë buroj për qytetarët, ata shndrohen në ombrell të krimit. Operacioni i fundit i SPAK tregoi edhe një herë se një zyrtar policor u vu sërish në shërbim të krimit. Policia është aset dhe gjithkujt i duhet një aset aty brenda për t'i dhënë informacion, për t'i lehtësuar procedurat dhe mbi të gjitha pastaj për t'i shmangur pjesës së drejtësisë. Rekrutimi kryhet në mënyra nga më të ndryshmet. Ato i përgatisin, janë ushtarët e tyre në grupet kriminale, i trajnojnë, pastaj i çojnë të certifikohen në Akademinë e Sigurisë, derisa kalojnë këto hallkat, bëhen oficer dhe mundohen t'i vjelin sa më tepër. Por ka raste të tjera kur personi është aty, ka një rol kyç, bie pre, do të thotë që ai person ka një çmim, mund të jetë para, mund të jetë një nder, mund të jetë një favor, mund të jetë një mbrojtje, kanë marrë maksimumin atë post dhe e dinë më së miri se sa vlen lëkura tyre. Fushveprimi jashtëligjshëm është i gjerë, thot eksperti. Legjitimojnë ato call centeret që merren me forex, me mashtrime të ndryshme, i mbajnë të hapura duke e ditur aktivitetin e tyre të palishëm, por nga ana tjetër shpërblehen me ato parat, mbajnë bastet e hapura. Edhe pse bastet janë palejuar, mbajnë lojrat e fatit. Në çdo festival që organizohet gjithmonë ka dyshime që zyrtar ose agent të krimeve janë përfshirë për këtë pjesë. Por ka edhe persona që punojnë në strukturat më speciale të policisë shtetit që operojnë si bodyguard, qoftë edhe për t'i mbrojtur nga rivalet e tyre. Kryeprokurori i SPAK Altin Dumani, gjatë raportimeve vjetore, ka ngritur problemin se në institucionin e drejtuar prej tij, hetimet e nisura mbi bazën e kallëzimeve nga policia e shtetit kanë pasur një rënje drastike. Në 27 nëntor në Pranga përfundoi oficeri operacionale Sigli Haxhiaj, i cili përmes Sky CC shiste informacione duke paralajmëruar anëtar të grupeve kriminale që transportonin drogë se ishin vënë në përgjim familjarisht. Jeton Lami me të njëjtin pozicion në policinë e shtetit u dënua për shpërdorim detyre, pasi ishte i fundit person që ka shoqëruar Ervis Martinaj, ndërsa pak ditë më parë u arrestua për gjovënie 500.000 euro ndaj një biznesi në Kamëz, të cilin sipas hetimeve e hodhi në erë me tritol. Oltion Bistri, shefi i po këtij sektori, gjithashtu u dënua me 3 vjet burg për zbulim të akteve sekrete, por lista është e gjatë dhe shumica e tyre dolën zbuluar nga rënja e aplikacioneve të koduara EncroChat dhe Sky CC. Të rinjtë e qytetit të Bulqizës kanë dalë në protest në shenjë revolte ndaj vrasjes së 15 vjeçarit Erion Boba. Ata kërkojnë më shumë siguri nga shteti dhe më shumë vëmendje për problemet me të cilat përballen të rinjtë sot.
Dhjetra të rinj u mblodhën këtë të diel në qendër të qytetit të Bulqizës për një protest paqësore pas humbjes tragjike të bashkëmoshatarit të tyre, Erion Boba. Me pankarta në duar dhe me heshtje simbolike, ata kërkuan më shumë siguri, mbrojtje dhe vëmendje ndaj problemeve me të cilat përballen të rinjt sot. Protestuesit kërkuan që institucionet të marrin masa më të forta për parandalimin e konflikteve, ofrimin e mbështetjes psikologjike dhe krijimin e hapësirave ku të rinjt mund të kërkojnë ndihmë. Drejtësi për Erionin. Ata shprehën solidaritetin e tyre me familjen e viktimës. Erion, nuk ka fjalë që shpjegon bërshllëkun që na kalon mungesa jote, nuk ka zë që mbulon heshtjen që ke lënë pas. Nuk ka njeri që dridhet kur mendon se jeta jote u pra aty ku duhet të fillonte. Sot qëndrojmë të gjithë bashkë, të bashkuar nga një dhimbje që nuk e përshkruan dot me fjalë. Humbjen e Erionit, vetëm 15 vjeç. Jap një mesazh për të gjithë moshatarët e mi ose të rinjt që të kenë kujdes se çfarë bëjnë. Kontrollimet në shkolla, që më majnë sende që nuk janë për të majtë. Ne si të rinjë kemi përritus shumë keq, sepse gjithë mund të na prekin një çështje e tillë. Një nga të afërmit e familjes Boba dha një mesazh për parandalimin e rasteve të tilla. Nuk kam fjalë ta përshkruaj, është një dhimbje shumë e madhe. Është një dhimbje shumë e thellë, është një plagë që nuk shërohet kurrë për neve. Ishte shumë e papritur, një moshë kaq e re, një fëmijë që i parritur, vrarë në mënyrë shumë fatale, janë të gjithë faktorët që çojnë te kjo janë duke filluar nga shkolla, fëmijët nuk preferojnë më një shoqëri të pastër. 15 vjeçari Erion Boba humbi jetën pasi u godit me thik nga një bashkëmoshatar i tij në qytetin e Durrësit. Familja Boba ishte zhvendosur nga Bulqiza në Durrës 3 vite më parë për një jetë më të mirë, por fatkeqësisht humbën djalin e tyre pas një sherrri mes adoleshentësh. Pamjet që do të shihni përkasin rrugës Shëngjin Velipoj pranë fshatit Rjoll. Për shkak të rrëshqitjes së dherave, traseja e rrugës ka pësuar çarje në një gjatësi të konsiderueshme dhe rrezikon shembjen e plot. Pas problematikës së krijuar është bllokuar një kaj lëvizjes në zonë ku janë konstatuar rrëshqitjet e dherave dhe qarkullimi kryhet me vështirësi vetëm në njërin sens. Siç duket në pamje, rruga paraqet rrezikshmëri për drejtuesit e automjeteve. Kompania që ka ndërtuar këtë segment rrugor ka vendosur bariera betoni dhe sinjalistik në një gjatësi prej 50 metrash. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.